Dakor, tani do të shkojmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, veçanërisht për pjesëmarrjen, për të marrë pak informacione të përditësuara aktuale të minutës fundit nga Enkeli. Enkel, çfarë dim për pjesëmarrjen zyrtare sipas një raportimi të KQZ-s, derisa KQZ-ja ka bërë, deri në momentin e fundit që e ka përditësuar? Po, deri në momentin që ne flasim, përqindja në total e personave që kanë votuar deri më tani është 27.22%, ose thënë shifra 658.753 qytetarë kanë votuar nga 3.597 qendra votimi të raportuara, të cilat në total janë 5.225 në të gjithë territorin e vendit. Por ne do të shikojmë tani edhe sipas qarqeve, duhet të sqarojmë së pari edhe teleshikuesit të cilët e ndjekin maratonin të zgjedhjeve në Klan News të mbuluar në të gjithë territorin e vendit. Kemi qarqet ku në kolonën e parë janë të përcaktuara pikërisht numri total i qendrave të votimit, ndërsa në të dytën janë qendrat e votimit që janë raportuar deri më tani. Në kolonën e tretë është numri i zgjedhësve që ka ky qark që duhet të votojnë, ndërkohë në kolonën e katërt është numri i zgjedhësve që kanë qendrat e votimit të raportuara deri më tani, ndërsa në kolonën tjetër të pestë është numri i votuesve që kanë votuar deri më tani sa që janë raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Marrim qarkun e parë, i cili është qarku i Beratit, i cili ka 275 qendra votimi, nga këto 275 qendra votimi kanë raportuar 175. Numri total i qytetarëve që kanë të drejtë vote në qarkun e Beratit është 169.606. Nga këta kanë votuar 29.401 qytetarë, ose thënë përqindje 26.86%. Në qarkun e Dibrës ndodhen 222 qendra votimi, nga këto kanë raportuar vetëm 131 qendra votimi, ndërkohë numri që kanë votuar i qytetarëve është 22.501, ose në shifra 30.42%. Duhet të thonë që qarku i Dibrës është ndër më të lartit në pjesëmarrje dhe në fakt ndjek edhe qarkun e Tiranës. Ndërkohë në Durrës janë 493 qendra votimi, 356 prej tyre kanë raportuar deri më tani. Duhet të thonë që janë 351.983 qytetarë të cilët kanë të drejtë vote, nga këta kanë votuar 63.683, ose në përqindje 25%. Ndërkohë, në qarkun e Elbasanit janë 508 qendra votimi. Kanë raportuar deri më tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 327 qendra votimi. Ndërkohë, në këto qendra votimi të raportuara deri më tani kanë votuar 61.500 qytetarë, ose në përqindje 28.8%. Në qarkun e Fierit, i cili është një ndër qarqet më të mëdha në vendin tonë, janë 587 qendra votimi. Nga këto kanë raportuar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 364 qendra votimi. Ndërkohë, numri i votuesve që kanë votuar pikërisht në këto qendra të raportuara deri më tani është 67.488 qytetarë, në përqindje përkthehet ndryshe 28.43%. Qarku i Gjirokastrës, një qark i vogël duhet thënë, ka 198 qendra votimi, 131 ka raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë numri i votuesve në qarkun e Gjirokastrës është 18.889, ose 24.42%. Në qarku i Korçës, gjithashtu një qark që prodhon 10 mandate këtë herë në zgjedhjet që mbahen sot, pasi është shtuar një mandat në krahasim me herën e kaluar, janë 422 qendra votimi, ka raportuar 347 prej tyre, ndërkohë kanë votuar deri më tani 57.711 qytetarë, ose 25.94%, gati 26% e qytetarëve. Ndërkohë në Kukës, po ashtu një qark i vogël, duhet thënë që ka 139 qendra votimi, 71 prej tyre kanë raportuar zyrtarisht pjesëmarrjen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë që numri i qytetarëve që kanë votuar është 11.921, ose ndryshe 28.63%. Qarku i Lezhës
Qarku i Lezhës ka 245 qendra votimi. 140 prej tyre kanë raportuar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë numri i qytetarëve që kanë votuar është 26.941, 27.88% nëse e kthejmë në përqindje. Ndërkohë, në Shkodër, 405 qendra votimi, 281 kanë raportuar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kanë votuar gjithsej qytetarë në këto qendra votimi të raportuara 43.607 ose ndryshe 23.71%. Qarku i Tiranës duhet të thënë që është qarku me pjesëmarrjen më të lartë ku qytetarët kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të shprehur sot me votën e tyre dhe për të zgjedhur midis forcave politike që janë 11 subjekte në fakt, 3 koalicione dhe 8 forca politike. Qarku i Tiranës ka edhe numrin më të lartë të qendrave të votimit me 1282 për faktin se është qarku më i madh, po ashtu dhe numri i popullsisë. Nga këto qendra votimi kanë raportuar 975 prej tyre, ndërkohë që kanë votuar deri më tani 214.907 qytetarë ose 30.91%. Pra, qarku i Tiranës edhe qarku i Dibrës kanë kaluar 30-ën për pjesëmarrje. Ndërkohë e fundit që mbetet Vlora, e cila është e fundit në fakt edhe për sa i përket shifrave të pjesëmarrjes, ka 449 qendra votimi, 299 kanë raportuar, ndërkohë kanë votuar 20.699 qytetarë në shifra me përqindje përkthehet në 19.37%. Pra, Vlora ka qarku më të ulët të pjesëmarrjes së qytetarëve. Ndërkohë, për sa i përket një lloj krahasimi midis vitit 2021 dhe në zgjedhjet që po mbahen sot, pikërisht në këtë orar në orën 13 në vitin 2021 kishte votuar rreth 31% të qytetarëve. Ndërkohë, siç e shikojmë sot, janë në këtë orar, paktën për orën 13, pasi përicimi i fundit ende nuk është bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë 27.22%, pra mbi 27% kemi një pak a shumë një 4% më pak në krahasim me 4 vite më parë. E kuptoj. Mirë, kjo është pjesëmarrja edhe në nivel të përgjithshëm, pra, por edhe qark për qark ku ti na i solle edhe përmes shifrave që janë bërë publike nga në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por ndërkohë ka raportime në KQZ për qendra votimi ku ka ndaluar ky proces apo po votohet në gjithë Shqipërinë? Nuk e di nëse e keni këtë si informacion. Ka patur, le të themi, disa ndalesa në qendra votimi, ndalesa sporadike në pak minuta dhe më pas ka rifilluar përsëri për arsye të ndryshme, për arsye të tensioni, për edhe nga ana tjetër edhe arsye teknike, por të paktën në momentin që ne po flasim nuk ka një raportim, le të themi, të minutave të fundit për një pengesë të mundshme në një qendër votimi, pasi të paktën nga informacionet që kemi qoftë zyrtare por dhe informale, ky proces ka vijuar normalisht përpos disa tensioneve ku le të themi tensionit diku dhe më i fortë ka qenë në Vorë, ku ka qenë pjesëmarrës dhe vetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Kamur Noka, i cili ka patur debate të forta le të themi së bashku me zonjën Vokshi me disa qytetarë aty. Por këto kanë qenë, le të themi, tensioni më fort, nëse më ta themi kështu, ku edhe vetë zoti Celibashi shkoi në Vorë për të parë situatën nga afër dhe siç e deklaroi dhe ai, edhe siç e transmetuam në Plan News deklaratën e tij, tashmë gjithçka vijon normalisht edhe në këtë qendër votimi. Por sigurisht ne kemi raportuar dhe ashtu siç ka raportuar edhe kolegët tanë në gjithë territorin e Shqipërisë për disa vonesa që u shkaktuan edhe që në fillim të këtij procesi për shkak të arsyeve teknike, bën funksionimit të pajisjes së identifikimit elektronik, por gjithashtu edhe ku ka pasur dhe mosmarrëveshje mes komisionerëve, ndërkohë që duhet thënë që pajisja e identifikimit elektronik nuk është vënë në zbatim në 4 qendra votimi në Dropull për shkak se nuk janë gjetur operatorë të trajnuar posaçërisht për këtë pajisje dhe aty po vijon manualisht le të themi identifikimi i qytetarëve, pra mjafton një regjistër, lexohet emri dhe vendoset dhe firma që ai ka marrë pjesë në këtë proces në votimit, ndërkohë siç e theksova ka patur ndalesa gjatë kësaj periudhe të shkurtra me minuta dhe ka rifilluar përsëri, nuk ka le të themi të paktën të raportuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për ndonjë qendër votimi që të ketë patur një ndalim të gjatë të procesit të votimit. Ka pasur edhe incidente apo raste të cilat kanë kërkuar dhe ndihmën e autoritetet të policisë, sikurse ka pasur 4 persona që janë arrestuar për fotografimin e votës, është dashur në fakt ndërhyrja e policisë edhe në disa raste të tjera për të sheshuar momentet e tensionit. Nuk e di nëse edhe
dhe këto janë raportuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Çdo gjë që ka ndodhur, çdo incident i regjistruar në qendra votimi, sigurisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është vënë në dieni nga ana e komisionerëve, por duhet thënë që sigurisht kur shkelja që bën një zgjedhës është vepër penale, menjëherë futen le të themi në përgjegjësinë e autoriteteve, që duhet thënë që tashmë prej disa muajsh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet policia e shtetit, prokurorit, SPAK kanë një marrëveshje dhe kanë bashkëpunuar dhe kanë krijuar infrastrukturën e bashkëpunimit mes tyre për të patur në kontroll të gjithë situatën. Pra në momentin që shënohet një vepër penale, sigurisht që vendoset në dieni Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më pas janë autoritetet, policia e shtetit në këtë rast, e cila shkon dhe merr masat për të neutralizuar apo për të verifikuar se çfarë ka ndodhur në ato qendër votimi dhe menjëherë më pas kalon në dorën e prokurorisë dhe merren masat sipas ligjit. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është përgjegjës drejt për drejt sigurisht për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve. Ndërkohë, për sa i përket shkeljeve të ndryshme që bëhen nga ana e zgjedhësve, por qoftë edhe nga ana e komisionerëve, menjëherë vendosen në dieni Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në mënyrë le të themi direkte vendosen në dieni edhe autoritetet e tjera ligjzbatuese për të marrë masa mbi qytetarin që ka krijuar një vepër apo qoftë edhe një antar stafi. E kuptoj. Mirë, dakord. Egel, faleminderit për këtë përditësim të informacionit nga KQZ-ja.